Vazhdojmë pak me skandalet që nuk kanë të mbaruar në Shqipëri. Gjën që Osman Stafën. Në faqen zyrtare të QSUT-s, i cili kërkon donacion. Pra është shpallje kërkese për donacion. Pra QSUT-ja është duke kërkuar para nga ata që munden, nga shqiptarët, nga bizneset, nga kush dëshiron në mënyrë të tillë që pra me anë të kësaj thirrjeje QSUT dëshiron të kërkojë vëmendjen e publikut lidhur me mundësinë për të kontribuar në përmirësimin e shërbimit dhe ofrimin e ndihmës në rritje e cilësisë së shërbimit ndaj pacientëve të hospitalizuar në QSUT. Në kuadër të nevojave aktuale kërkohet si më poshtë. Pra po heqim kompjutera, printera e fotokopje, pajisje mjekësore, 15 respirator, 6 laringoskop, 6 defibrilator, 1 brakiterapi, 5 monitor pacienti me matje invazive, 5 elektrobisturi, 2 kull endoskopie plus kolonoskopi, 50 shiringa elektrike, 1 video laringoskop, 5 EKG 12 kanale, 2 EEG, 2 mikroskop kirurgjikal, 2 prova ushtrimore, 2 holter ritmi, 2 holter presioni. Vijon më tej kërkesa e QSUT-s, 1 eko imazherike, 1 autoperimetër, 1 frez, 3 aparat anestezie, 13 barela, 1 aparat fako, 4 shtrat operator, 20 ambu, 10 inhalator, 1 eko kardiake, 1 EOS, 10 pompa infuzive. E kuptoni se çfarë bëhet për shembull në QSUT. E kuptoni se çfarë bëhet në shëndetësinë. Tani të gjitha këto gjërat Osman Stafa ka bërë një përmbledhje, një llogaritje të këtyre të gjitha këtyre gjërave, sepse le të themi është një ndër njerëzit që ka kontribuar jashtëzakonisht në të gjithë këtë protestë që po bëhet duke paraqitur të gjitha problematikat e mëdha që ka ajo që është më jetike, më kryesorja që është shëndetësia. Dhe bravo i qoftë për këtë pjesë, dua ta përgëzoj, sepse imagjinoni, domethënë, ai ka bërë një përllogaritje që të gjitha këto që ai lexoi, të gjitha këto gjërat që QSUT-ja kërkon ndihmë nga shqiptarët, duke ditur që shqiptarët e kanë zemrën e artë, zemrën e Floririt, e kanë zemrën më të madhe se sa të çdo lloj gjëje në tokë, çdo lloj njeriu apo çdo lloj kafshe, e cila gjithmonë në raste emergjente kur ndokush një person, një qytetar ka nevojë për të përballuar shpenzimet e tij shëndetësore apo një operacion jashtë shtetit, neve çfarë bëhemi, unë e të gjithë juve mundohemi të kontrollojmë. Aq sa kemi mundësi, 5 euro, 10 euro, 100 euro, 200 euro, aq sa kemi mundësi. Dhe tani çfarë bën, duke parë gjithë këtë zemërgjërsi që ka njerëzit shqiptar, domethënë populli shqiptar, QSUT-ja, pra qeveria kërkon që duke u bërë fjalë për shëndetësinë që shpëtojmë jetë të tjera, neve të japim lekë të që ore më vraf të zoti, 1 euro po e hodha unë te QSUT, 1 euro, o harrami pasha të gjitha lekë, i lashëm nëse unë hedh 1 euro te QSUT-ja, apo te qendra shëndetësore, apo te institucionet në Shqipëri, 1 euro, jo më shumë. As më pak jo, ore 1 cent, 0,01 cent, okej? Pse? 4,2 milion euro atje, tek ai Kanye Westi atje, ai Bobozari atje, 4,2 milion euro i jep Kanye West, shikoje, 3,4 milion euro tha Osman Stafa bënin të gjitha këto gjërat që i duhen QSUT-s, pa e bëjmë neve për të sjellë turizmin në Shqipëri, e për të sjellë të bërë figurë të mirë në Shqipëri. Ore, po vdesim, nuk ka ilaçe, nuk ka shëndetësi, po vdesim. E kupton, bëje koncertin, patjetër që bëje. Ore, kompletoj një herë këtore, vlla. Koka me lak e bytha me kak, i thon këtij muhabetit. Koka me lak, bytha me kak. E o ti do të dukesh mirë, po je bloz. E ke bërë bloz këtë vend të shket. E ke bërë bloz. Këto që rëndit Osman Stafa janë arsyet që duhet të qërohesh nga kjo qeveri, o Edi Rama, se nuk po i shërben që popullit, o për kokë tënde se kokës time hamun, po nuk po i shërben asgjë veshje duke 4,2 milion euro nga fondi i situata pa parashikueshme. Ndërkohë ne 13 vjet që jeti, lere 26 tjerë që ka qenë ai kancermalli tjetër. 13 vjet që jeti, edhe akoma kemi problem. Nuk ka drita, nuk ka ujë, nuk ka shëndetësi, vlla. Nuk ka shëndetësi. E kupton që nuk ka shëndetësi.
Më jep 4.2 milion. Ore investoj njërë këtu, o vlla, investoj këtu. Që dresh që hëngër që nuk se kuptoj që si ka mundësi o vlla që s'po largohet. Qa është po bët kështu më vlla. Se ky kërkon luft, kërkon tamam revolucion, luft civil, kërkon luft, të bëj populli luft, që ky të fusi ushtrin, të fusi gjitha forcat, dhe me këtë hiqet e bota që janë më dhunuan prandaj u bëj gjithë kjo gjë jam thjet thash. Po ik or dreq, ik se e qepur si mut pas këpuce këti lloj populli, që aq i vogël po shumë dhimbje pas ka pas e shumë dhimbje është duke mbajtur e nuk i ditë se sa dhimbje do të mbaj nëse ti qëndron pushtet o zotëri. Bëj një gjë të mirë në jetë, bëj se ti falin të tëra. Unë personalisht do t'i fal të tëra këto çfarë ke bërë. Vetëm i këqërohu. 3.4 milion euro duhen për të blerë të gjitha ato që gazetari Osman Stafa rënditi lexo. Jo rënditi Osmani që na tregoi vlla se ato i ka rënditur QSOT-ja. Po mund si qeni hëngsha nëse jap 1 cent. 1 cent. 1 cent nëse jap. Mund si qeni hëngsha. Ku djapun? Ato 3.4 milion duhet t'i nxjerr për atë. Lekë që ka dhënë ai te Kanye West. Nëse pafshit ditën e bardhë, mos e pafshit.